Disa ditë më parë dikush më pyeti në Instagram se cili ishte libri më i rëndësishëm që un kam në bibliotekën time. Mbas një serie pyetje përgjigjesh për të kuptuar se cili ishte sensi real i pyetjes, fillova të mendoja edhe vetë se cili është libri më i rëndësishëm që kam. I fjalë për një libër i cili vjen nga katragjyshi im. Është një libër i trashëguar pra babai i sërgjyshës time, një personazh i njohur i rilindjes kombëtare që unë e mbaj në këtë pjesë bibliotekës time ku kam librat e vjetër, pra shiheni. E veçanta e tij është jo vetëm se është libri ndër më të vjetrit, është i vitit 1909, është i shkruar me gërma arabe dhe njëkohësisht i shkruar me alfabetin e Stambollit. Është një libër, është revistë, në fakt ja, Histori e shkrimit shqip, është revista Dituria e Lumos Këndos, që po ashtu jep të dhëna shumë interesante për zhvillimet në Shqipëri, Gjirokastra, mëmëdheu i cabimëve, por ka dhe foton e përfaqësuesve të Kongresit të Manastirit të Plot. Por nuk është ky shkaku kryesor, pra shije shqiptarët, për më tani dhe pas kësaj, pra ishte koha kur ishte në pikpyetje çështja e pavarësisë së Shqipërisë, ajo që e bën atë më interesant është pikërisht ky shënim në faqen e parë. Në faqen e parë, diku në fillim shekullit 20 ai ka shkruar: punët e mira i nisin idealistët, i marrin në dorë kriminalët dhe i çfrytëzojnë hajdutët. Pra ky është mbishkrimi i tij. Sa herë kam lexuar, kam pyetur veten, a kishte drejt ai me këtë thënie? Dhe besoj ka pasur drejt.